Muaji mars ka sjellë ngjyrat e pranverës në Lushnjë, ku qendra e qytetit është zbukuruar me lule shumë ngjyrshe në prag të festave të 7 dhe të 8 marsit, si dhe 14 marsit, ditës së verës. Në kujdesin e kryebashkiake Seriselda Sefa dhe me angazhimin e strukturave të bashkisë, përfshirë Drejtorinë e Kulturës dhe punonjësit e Drejtorisë së Pasurisë Publike, ka nisur vendosja e dekorimeve pranverore në hapësirat kryesore të qytetit. Lulet shumë ngjyrshe i kanë dhënë një tjetër pamje qendrës, duke krijuar një atmosferë festive dhe të ngrohtë për qytetarët. Marsi njihet si muaji i festave të luleve, ku 7 marsi festa e mësuesit, 8 marsi festa e nënës dhe 14 marsi dita e verës. Ato sjellin simbolikisht largimin e dimrit dhe ardhjën e pranverës. Dita e verës, një festë me origjinë pagane që festohet në shumë qytete të Shqipërisë, shoqërohet me dhurimin e buqetave dhe kurorave me lule, si shenjë dashurie dhe mirënjohje, ndërsa dimri po tërhiqet ngadalë, pranvera po troket çdo ditë më fort në qytet, duke sjellë jo vetëm ndryshimin e stinës, por edhe gjallëri, bukuri dhe optimizëm për qytetarët.